Një vajzë e vogël u poshtërua vetëm sepse kërkoi të përdorte tualetin në mes të një luksi mos përfillës. Mes lotësh dhe përbuzjeje, ajo gati sa nuk e humbi shpresën. Por një gjest i papritur i rindezi diçka që paraja nuk e blendol. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë. Qyteti i Tiranës zgjoi edhe një herë me ritmin e tij frenetik dhe të pamëshirshëm. Ishte një e martë e zakonshme tetori, kur vapa përzihej me ndotjen dhe krijonte atë mjegullën karakteristike që dukej se gëlltiste ndërtesat e qendrës. Rrugët tregtare të zonës së bllokut gëlonin nga njerëz të nxituar, secili i zhytur në problemet e veta, celularët e tyre, urgjencat e tyre personale. Askush nuk i kushtonte vëmendje askujt. Kështu ishte çdo ditë, sikur qyteti të kishte krijuar një pakt të heshtur indiferencë. Mes asaj turme të padukshme, ecte një vajzë vetëm 5 vjeçe. Emri i saj ishte Elira, por pak e dinin këtë. Për shumicën e njerëzve që i kalonin pranë çdo ditë, ajo ishte thjesht një tjetër fëmijë rruge, një problem social që preferonin të mos e shihnin. Elira kishte flokë gështenjë të shpupuritur që i binin mbi supet e holla, sy të mëdhenj dhe shprehjes që dukeshin se ruanin sekrete tepër të rënda për moshën e saj. Dhe një fustan roz të zbeth që dikur i kishte takuar një fëmijë tjetër para se të arrinte tek ajo. Shapkat e gomës ishin të vjetruara, të shyera në disa vende, duke i mbrojtur mezi këmbët e saj të vogla nga asfalti i nxehtë. Atë mëngjes, Elira ishte zgjuar herët në shtëpinë e Teto Fiqiretes, një zonjë 62 vjeçe që e kishte strehuar disa muaj më parë. Fiqiretja nuk ishte gjyshja e saj, as Tezja, as nuk kishte ndonjë lidhje gjaku me vajzën. Ishte thjesht një grua zemërmirë që kishte punuar gjithë jetën si pastruese dhe që, pasi doli në pension me një pagë minimale të pamjaftueshme. Ende gjente vend në zemrën e saj dhe në barakën e saj prej druri në lagjen e varfër të Ysberishtit për të strehuar atë fëmijë të braktisur. Teto Fiqiretja ishte e sëmur, me këmbë të ënjtura dhe shëndet të brishtë, por kur nuk ankoi. Thoshte gjithmonë se Zoti i kishte planet e tij dhe se kujdesi për Elirën ishte një mision i shenjtë. Elira nuk e dinte saktësisht se nga vinte. Kujtimet e saj të para ishin të mjegullta, të fragmentuara si një ëndër e keqe nga e cila po përpiqej të zgjohej. Kujtonte vagëllt një grua që mbante erë parfumi të lirë dhe që e linte vetëm për ditë të tëra. Pastaj, kujtonte se ishte në rrugë, me të ftohtë, derisa u shfaq Teto Fiqiretja dhe e mori në shtëpi. Kjo ishte gjithçka që vajza kishte nevojë të dinte për momentin. E tashmja ishte tashmë mjaft e vështirë pa pasur nevojë të mbante peshën e së kaluarës. Çdo mëngjes, Elira dilte për të ecur nëpër rrugët e qendrës. Teto Fiqiretes nuk i pëlqente, por vajza këmbëngulte. Thoshte se duhej të ndihmonte, se nuk mund të rrinte duar kryq ndërsa zonja e moshuar nuk ndihej mirë. Kështu, me lejen nguruese të Fiqiretes, Elira ecte kilometra të tëra, duke vëzhguar njerëzit, duke mësuar për atë botë që e refuzonte pa e njohur ende. Ajo nuk lypte, ishte tepër krenare për këtë. Thjesht ecte, vëzhgonte dhe, ndonjëherë, kur ndonjë njeri zemërmirë i ofronte, pranonte një copë bukë, një frut, një gotë ujë. Por atë të martë, Elira përballej me një problem tjetër. Kishte pirë shumë ujë në mëngjes dhe, pasi kishte ecur për më shumë se 2 orë në diellin e fortë, trupi i saj i vogël jepte shenja të një urgjence që nuk mund të injorohej më. Ajo duhej të përdorte një tualet dhe duhej ta bënte shpejt. Shikoi përreth, duke parë dyqanet elegante, qendrat tregtare madhështore, restorantet e sofistikuara. E dinte se në asnjë nga këto vende nuk do të ishte e mirë pritur, por nevoja ishte më e madhe se frika e refuzimit. Atëherë Elira pa një butik rrobash firmato, me vitrina të mëdha që shfaqnin manekin të veshur me rroba që kushtonin më shumë se sa fitonte Teto Fiqiretja në një vit të tërë. Dyqani quhej Butik Eleganca dhe kishte një fasadë xhami pasqyrë që reflektonte rrugën e zhurmshme. Elira mori frym thellë, mblodhi gjithë guximin që kishte në trupin e saj të imët dhe shtyu derën rrotulluese. Kontrasti ishte i menjëhershëm dhe i dhunshëm. Nga vapa mbytëse e rrugës, Elira hyri në një ambient me ajër të kondicionuar të ftohtë që ja bëri lëkurën të dridhej menjëherë. Dyshemeja ishte prej mermerit të bardhë me shkëlqim, aq e pastër sa mund të shihte reflektimin e saj të shtrembëruar. Dritat ishin të forta, të drejtuara nga raftet me rroba të shtrenjta. Muzikë e lehtë luej në sfond, një lloj tingulli që Elira nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Gjithçka aty merrte frym luks, ekskluzivitet, një botë krejtësisht e ndryshme nga e saja.
Të parët që e vunë re praninë e saj ishin rojet e sigurisë, dy burra të mëdhenj me kostume të zeza që menjëherë shkëmbyen shikime me shprehje që përzienin habin dhe mosmiratimin. Pastaj, shitëset ndaluan atë që po bënin. Ishin 3 gra të veshura në mënyrë të përsosur, me grim perfekt dhe buzëqeshje që u zhdukën sapo pan Elirën. Edhe klientët e pakt që ishin në dyqan e vunë re praninë e vajzës dhe një heshtje e sikletshme u vendos për disa sekonda. Elira i ndjeu të gjithë ata 10 sy mbi të. Ndjeu peshën e gjykimit, të qortimit të heshtur, të pyetjes së pashprehur që rrinte pezull në ajër, çfarë po bënte një fëmijë si ajo aty? Por ajo nuk kishte kohë të frikësoj. Urgjenca në trupin e saj ishte reale dhe në rritje. Me hapa të vegjël dhe të ndrojtur, ajo ju afrua banakut kryesor, ku njëra nga shitëset e vëzhgonte me krahët e kryqëzuar. Gruaja duhet të ishte rreth 35 vjeçe, me flokë bjond të dekoloruar të lidhur në një topuz të shtrënguar, thonjë të gjatë dhe të kuq, një shprehje e përsije të stampuar në fytyrë. Në etiketën e saj shkruaj Valbona, por Elira nuk dinte ende të lexonte. Vajza u ndal para banakut, i cili ishte shumë i lartë për të, dhe ju desh të ngrinte kokën për të parë në sytë të shitëses. Me zërin më të sjellshëm që mundi, Elira tha, ju lutem, zonjë, a mund ta përdor tualetin? Vetëm për pak, ju premtoj. Valbona e shikoi vajzën sikur ajo të kishte kërkuar të vinte arkën e dyqanit. Hunda e saj u rrudh lehtë, sikur të kishte nuhatur një erë të keqe. Ajo nuk u përgjigj menjëherë, vetëm vazhdoi ta shikonte Elirën nga kokat e këmbët, duke analizuar çdo detaj të rrobave të vjetruara, të këmbëve të pista në shapkat e vjetra, të flokëve të shpupuritur. Tualeti është vetëm për klientët, u përgjigj më në fund shitësja, me një zë të ftohtë dhe mekanik, pa asnjë gjurmë empatie. Elira ndjeu lotët që filluan t'i formoheshin në sy, por u përpoq t'i mbante. Më duhet shumë, ju lutem. Nuk do të vonohem, nuk do të bëj pis asgjë, ju premtoj. Zëri i vajzës doli i dridhur, i ngarkuar me dëshpërim të vërtetë. Në atë moment u afrua menaxheri i dyqanit. Emri i tij ishte Genc Leka, një burr 42 vjeç, i dobët, me mustaqe të holla dhe një shprehje përhershëm të irrituar në fytyrë. Ai vishte një kostum gri të përsosur dhe një kravatë blu të errët, dhe krenoi që e menaxhonte atë butik firmato me dorë të hekur. Për Gencin, çdo detaj kishte rëndësi, pamja e përsosur e dyqanit, profili i klientëve, ruajtja e imazhit të ekskluzivitetit. Dhe ai fëmijë i pistë dhe i leckosur ishte gjithçka që ai nuk donte aty brenda. Cili është problemi këtu? Pyeti ai, duke e ditur tashmë përgjigjen. Valbona tregoi Elirën me përbuzje. Ajo do të përdor tualetin ton. Genci e shikoi Elirën me një shprehje që vajza nuk do ta harronte kurrë. Ishte një shikim i zbrazët, i zhveshur nga çdo humanizëm. Ai nuk shihte një fëmijë, nuk shihte një qenie njerëzore në një situatë të vështirë. Shihte vetëm një problem, një bezdi, diçka që duhej hequr sa më shpejt të ishte e mundur. Ti nuk je kliente këtu, tha ai me zë të ashpër. Tualeti ynë është për ata që blejnë, për ata që kanë mundësi të jenë në këtë dyqan. E kupton këtë? Elira tundi kokën, e hutuar. Por unë vetëm duhet të përdor tualetin, nuk do të prish asgjë. Fytyra e Gencit u mbyll edhe më shumë. Dëgjo, vajz, do të jemi qartë me ty, njerëz si ti nuk mund të hyjnë këtu dhe të përdorin ambientet tona. Do të bësh pis gjithçka, do të trembësh klientët tanë të vërtetë. Ky nuk është një vend për ty, duhet të dalësh tani. Fjalët ranë mbi Elirën si goditje fizike. Ajo ndjeu lotët më në fund t'i shpëtonin dhe t'i rridhnin në përfaqe. U përpoq të fliste, por zëri nuk i doli. Vetëm qëndroi aty me trupin që i dridhej, ndërsa ndjente të gjithë njerëzit në dyqan që vëzhgonin atë skenë poshtëruese. Genci, i paduruar, bëri një hap përpara dhe tregoi derën. Të thash të dalësh. Tani. Para se të thëras rojet e sigurisë. Elira bëri disa hapa prapa, duke u penguar në këmbët e saj. Lotët tani binin lirshëm, dhe ajo nuk përpiqej më t'i fshite. Disa klientë e shikonin skenën me shprehje të sikletshme, por askush nuk tha asgjë. Një zonjë e moshuar e largoi shikimin, duke u shtirur e interesuar për një bluzë në rraf. Një çift i ri pëshpëriti diçka mes tyre, por gjithashtu nuk ndërhyri. Indiferenca kolektive ishte po aq e dhimbshme sa poshtërimi i drejt për drejt. Me zemrën e thyrë dhe trupin që i dridhej nga turpi dhe nevoja fizike, Elira vrapoi drejt derës, duke e shtyrë me forcë dhe duke dalë nga ai vend që e kishte bërë të ndihej më e vogël se kurrë.
Tashmë në trotuar, ajo u mbështet në murin pranë dyqanit dhe filloi të qante me të vërtetë, duke dënesur me zë të lartë, me gjithë trupin që i shkundej. Ajo që Elira nuk e dinte ishte se, nga fundi i dyqanit, dikush e kishte dëshmuar të gjithë atë skenë. Dikush që po provonte rroba në dhomën e provës dhe që, kur dëgjoi diskutimin, kishte dalë në mënyrë diskrete për të vëzhguar. Ky dikush ishte një burr 53 vjeç i quajtur Artan Basha. Artani nuk ishte një burr i zakonshëm. Ai ishte një nga biznesmenët më të suksesshëm të Shqipërisë, pronar i një rrjeti hotelesh luksoze që shtrihej në të gjithë vendin. Pasuria e tij vlerësohej në 10 milion euro. Ai frekuentonte qarqet më ekskluzive të shoqërisë tiranase, darkonte me politikan, mbyllte marrëveshje milionere në takime që zgjasnin vetëm disa minuta. Artan Basha ishte mësuar të kishte gjithçka, të komandonte të gjithë, të mos e dëgjonte kur fjalën jo. Por në atë moment, i veshur me pantallona të shtrenjta dhe një këmishë të bardhë që kushtonte më shumë se paga e plotë të shumë familjeve, Artani ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej vitesh, një dhimbje të thellë në gjoks, një shtrëngim në fyt. Një turp të brendshëm që e bëri të dëshironte të zhdukej. Ai e kishte parë gjithçka. Kërkesën e sjellshme të vajzës, refuzimin e ftohtë të shitses, mizorinë e panevojshme të menaxherit, poshtërimin publik, dëbimin frikacak të një fëmije 5 vjeçar që vetëm duhej të përdorte një tualet. Artani e kishte parë të gjithë skenën të shpalosej sikur të ishte duke parë një film horror, i paftë të largonte shikimin. Dhe më e keqja e të gjithave ishte se ai e njihte veten tek ata njerëz. Për vite me radhë, Artani e kishte ndërtuar perandorinë e tij me vendime të ftohta, të llogaritura, shpesh mizore. Ai kishte pushuar nga puna punonjes pa menduar 2 herë për familjet e tyre, kishte mbyllur kontrata që kishin shkatëruar biznesmen të vegjël, kishte prioritizuar fitimin mbi çdo konsiderat njerëzore. Artani gjithmonë i kishte justifikuar veprimet e tij si të nevojshme në botën e biznesit, por tani, duke parë atë fëmijë që qante jashtë dyqanit, ai kuptoi se ishte bërë saktësisht si ai menaxher. Dikush i paaftë për të parë humanizmin tek të tjerët. Pa menduar 2 herë, Artani la rrobat që po provonte dhe eci drejt daljes së dyqanit. Disa punonjës e shikuan të habitur, pasi ai ende nuk kishte paguar, por Artanit nuk i bëri përshtypje. Në atë moment, asgjë tjetër nuk kishte rëndësi përveç vajzës që qante në trotuar. Kur Artani doli në rrugë, pa Elirën të mbështetur në mur, me fytyrën e fshehur mes duarve të vogla, trupin që i shkundej nga dënesat. Ai ju afrua ngadalë, pa dashur ta tremte edhe më shumë. U ul në gjunjë pranë saj, duke u bërë në të njëjtën lartësi me vajzën. Përshëndetje, vogëlushe, tha ai me zë të butë, duke u përpjekur të tingëllonte sa më pak kërcënues. A je mirë? Elira ngriti fytyrën duke treguar syt e kuq dhe të ënjtur nga të qarat. Ajo e shikoi Artanin me dyshim, atë instinkt vetëmbrojtjeje që fëmijët e rrugës e zhvillojnë shumë herët. Nuk do të bëj keq, vazhdoi Artani. E pash çfarë ndodhi aty brenda. Ishte shumë e padrejtë me ty shumë. Elira fshiu hundët dhe lotët me kurrizin e dorës. Unë vetëm doja të përdorja tualetin, tha ajo me zë të mekur. Nuk doja të prishja asgjë. Vetëm më duhej shumë. E di, u përgjigj Artani, duke ndjerë zemrën t'i shtrëngoi edhe më shumë. Dhe ti nuk bëre asgjë gabim. Njerëzit aty brenda gabuan shumë me ty si e ke emrin? Elira, u përgjigj vajza, ende dyshuese por duke filluar të ulte gardhin përballë mirësisë së sinqertë në shikimin e atij burri. Elira, çfarë emri i bukur, buzëqeshi Artani. Dëgjo, unë do të ndihmoj, në rregull? Së pari, do të zgjidhim problemin tënd urgjent. Ka një kafe aty përballë ku unë e njoh pronarin. Le të shkojmë atje dhe ti mund ta përdorësh tualetin sa të duash, pa të trajtuar keq askush. A pranon? Elira e shikoi burrin, duke u përpjekur të vendoste nëse mund t'i besonte. Kishte diçka në sytë e tij, një sinqeritet që ajo e shite rrallë tek të rriturit. Ajo tundi kokën me ndrojtje. Artani u ngrit dhe i zgjati dorën. Elira hezitoi për një moment para se të vendoste dorën e saj të vogël e të pistë në dorën e tij të madhe e të kuruar. Së bashku, filluan të ecnin nëpër trotuarin e mbushur me njerëz. Ndërsa ecnin, Artani i bënte pyetje të buta. Zbuloi se Elira jetonte me teto fiqireten, se ecte nëpër rrugë çdo ditë, se nuk shkonte në shkollë sepse nuk kishte dokumente.
Vajza fliste pak nga pak, ende e kujdesshme, por kishte një nevojë të qartë tek ajo për t'u dëgjuar, për t'u parë si dikush që kishte rëndësi. Ata arritën në kafe, një lokal i vogël por mikpritës i quajtur Kafja e Xhaferit. Artani ishte vërtet i njohur aty dhe pronari Xhaferi, një zotëri 60 vjeç me një bark të dalë dhe një buzëqeshje të ngrohtë, e përshëndeti me entuziazëm. Zonjusha Elira këtu duhet të përdor tualetin, tha Artani me vendosmëri por butësi. Dhe pastaj, nëse mundesh, një sanduiç të mirë për të. Xhaferi e shikoi vajzën dhe fytyra e tij u mbush me dëmshuri të sinqertë. Sigurisht, engjëlli im, eja me mua. Tualeti është i pastër dhe mund të rish sa të duash. Elira e shikoi Artanin duke kërkuar konfirmim. Ai tundi kokën, inkurajues. Shko, pastaj flasim më shumë. Vajza ndoqi Xhaferin deri në fund të kafenes dhe Artani u ul në një tavolinë pranë dritares. Për herë të parë pas shumë kohësh, ai lejoi vetes thjesht të ulej dhe të mendonte, pa celular në dorë, pa takime të planifikuara, pa presione biznesi. Dhe ndërsa mendonte, një plan filloi të formohej në mendjen e tij. Ai nuk do ta linte atë situatë të kalonte pa u vënë re. Nuk do ta linte atë menaxher arrogant dhe atë shitse mizore të vazhdonin të trajtonin njerëzit e pambrojtur në atë mënyrë. Por më shumë se kaq, Artani kuptoi se nuk mund të zgjidhte thjesht atë çështje dhe të kthehej në jetën e tij luksoze, duke u shtirur se gjithçka ishte në rregull. Diçka kishte ndryshuar tek ai atë mëngjes. Diçka themelore dhe e pakthyeshme. Kur Elira doli nga tualeti, dukshëm e lehtësuar dhe me fytyrën e larë, ajo gjeti Artanin që e priste në tavolinë me një pjatë të madhe me bukë të thekur me gjalpë e djathtë, lëng portokalli, fruta të prera dhe një copë kek me çokoladë. Ulu këtu dhe ha sa të duash, tha Artani, duke i tërhequr një karrige. Elira e shikoi ushimin me sy të zgurdulluar. Ishte më shumë ushim se sa shite zakonisht në disa ditë. Ajo e shikoi Artanin duke kërkuar leje përsëri, ende pa besuar se e gjithë ajo ishte për të. Është e gjitha jotja, konfirmoi ai me një buzëqeshje. Ha pa u nxituar. Ndërsa Elira hante, Artani vëzhgonte çdo lëvizje të saj. Mënyrën se si shijonte çdo copë bukë sikur të ishte ushqimi më i çmuar në botë. Delikatesën me të cilën pinte lëngun duke u përpjekur të mos e derdhte. Shprehjen e lumturisë së pastër kur provoi kekun me çokoladë. E gjithë kjo ja thyente dhe ja rindërtonte zemrën Artanit njëkohësisht. Elira, filloi Artani pasi ajo ishte ngopur, unë duhet të kthehem në atë dyqan. Kam diçka për të zgjidhur atje. Por më parë, më thuaj diçka, a do të doje që askush të mos të trajtonte më kurrë në atë mënyrë? Që njerëzit të respektonin, të shihnin ashtu siç meriton të shihesh? Vajza e shikoi me ata sy të mëdhenj dhe shprehës, duke përpunuar pyetjen. Pastaj, me një sinqeritet shkatërues, ajo u përgjigj, të gjithë më shikojnë gjithmonë sikur jam e pis. Sikur nuk vleja asgjë. Teto Fiqiretja thot se unë jam e veçantë, por jashtë askush nuk më trajton kështu. Do të ishte shumë mirë nëse njerëzit do të ishin të sjellshëm si ju dhe Zoti Xhafer. Artani ndjeu lotët t'i digjnin syt, diçka që nuk i kishte ndodhur prej dekadash. Ai pastroi fytin dhe tha, atëherë unë do të bëj diçka për ty, do t'u tregoj atyre njerëzve se ishin plotësisht gabim. Dhe do të sigurohem që ata ta kuptojnë këtë. A më beson? Elira mendoi për një moment dhe pastaj tundi kokën. Ajo nuk e kuptonte plotësisht se çfarë planifikonte Artani, por diçka brenda saj i thoshte se ai burr ishte ndryshe. Se ai vërtet interesoi. Shkëlqyeshëm, tha Artani, duke u ngritur dhe duke i zgjatur dorën përsëri. Atëherë le të kthehemi në atë dyqan. Por këtë herë ti do të hysh nga dera kryesore me kokën lart dhe do të trajtohesh me gjithë respektin që meriton. Të premtoj. Elira e kapi dorën e tij dhe së bashku dolën nga kafeneja. Xhaferi i përshëndeti nga dera me një buzëqeshje të ngrohtë në fytyrë, i lumtur që ishte bërë pjesë e atij transformimi të vogël. Ndërsa ecnin përsëri drejt butik eleganca, Artani ndjente një përzierje zemërimi dhe vendosmërie. Ai nuk e dinte saktësisht se si do të shkonin gjërat, por e dinte se nuk do ta linte të kalonte. Biznesmeni i ftohtë dhe llogaritës po i linte vendin diçkaje që ai nuk e njihte tek vetja, një ndjenjë drejtësie, një nevojë për të bërë atë që ishte e drejtë, pavarësisht pasojave. Kur arritën para dyqanit, Artani u ndal dhe u ul përsëri në gjunjë për të qenë në lartësinë e Elirës. Kujto çfarë të thash, ti meriton respekt.
nuk ka rëndësi se çfarë thon apo mendojnë këta njerëz. Ti je e rëndësishme, ti ke vlerë. A je gati? Elira, ende duke mbajtur fort dorën e Artanit, mori frym thellë dhe tundi kokën. Për herë të parë atë mëngjes të tmerrshëm, ajo ndjente diçka ndryshe nga turpi dhe frika. Ndjente shpresë. Dhe kjo, siç do ta zbulonte së shpejti, ishte fillimi i një ndryshimi që do të prekte shumë më tepër njerëz se sa mund të imagjinonte. Artani e shtyu derën rrotulluese të butik eleganca me Elirën pranë tij, por këtë herë atmosfera ishte krejtësisht ndryshe. Ai nuk hyri si një klient diskret që provonte rroba. Hyri si një njeri me mision, me qëndrim të drejtë, shikim të prerë dhe një vendosmëri që rrezatonte nga çdo pore e trupit të tij. Elira, duke i mbajtur dorën, e ndjente atë energji dhe ecte me pak më shumë besim, megjithse zemra e saj e vogël ende rrite me shpejtësi. Të njëjtët punonjes që kishin dëshmuar poshtërimin minuta më parë, tani e shikonin çiftin me shprehje të hutuara. Shitësia Valbona la të binte një bluzë që po paloste. Njëri nga rojet e sigurisë bëri një hap përpara, por diçka në qëndrimin e Artanit e bëri të hezitonte. Menaxheri Genc, i cili ishte në fund të dyqanit duke organizuar arkën, dëgjoi zilen e derës dhe ngriti kokën, fytyra e tij u zbe menjëherë kur njohu vajzën që sapo kishte dëbuar. Artani eci drejt për drejt te banaku kryesor me Elirën pranë tij. Zëri i tij doli i qartë, mjaftueshëm i lartë që të gjithë në dyqan ta dëgjonin, por i kontrolluar, pa bërtitje apo humbje kontrolli. Dua të flas me menaxherin. Tani. Genci gëlltiti pështymën dhe u afrua, duke u përpjekur të ruante qëndrimin e tij autoritar, por tashmë duke kuptuar se diçka ishte shumë gabim. Shpreha në fytyrën e atij burri elegant nuk ishte e një klienti të zakonshëm. Ishte e dikujt të mësuar t'i bindeshin. Urdhëroni, zotëri, si mund t'ju ndihmoj? Tha Genci, duke sforcuar një buzëqeshje profesionale që nuk ju afrua as pak syve. Artani tregoi Elirën. Kjo vajzë ishte këtu para pak minutash. Ajo kërkoi me edukat të përdorte tualetin. Ajo u poshtërua, u fye dhe u dëbua nga ju. A ju kujtohet kjo, apo duhet t'ju afreskoj kujtesën? Heshtja që u vendos në dyqan ishte absolute. Edhe muzika në sfond dukej se kishte ndaluar. Valbona dhe shitëset e tjera e shikonin skenën pa ditur si të reagonin. Klientët e pak në dyqan, përfshirë zonjën e moshuar që kishte larguar shikimin më parë, tani vëzhgonin me vëmendje të plotë. Genci u përpoq të mblidhte veten, arroganca e tij u kthye për një moment. Zotëri, unë nuk e di se kush mendoni se jeni, por ne kemi rregulla në këtë ambient. Tualeti ynë është për klientët dhe vajza nuk është kliente. Unë thjesht ndoqa protokollin e dyqanit. Protokoll, përsëriti Artani, zëri i tij i ngarkuar me përbuzje. Ju e quani protokoll poshtërimin e një fëmije 5 vjeçar që kishte një nevojë urgjente? Ju e quani protokoll t'i thoni asaj se njerëz si ajo e bëjnë pis vendin? Se ky nuk është një vend për të. Ky është protokoll apo është mizori e pastër? Genci bëri një hap prapa, besimi i tij filloi të shembej. Unë po mbroja interesat e dyqanit dhe të klientëve tanë të vërtetë. Ju nuk e kuptoni, ne duhet të mbajmë një standard të caktuar këtu. Standard, Artani pothuajse e pështyu fjalën. Standardi juaj është të matni vlerën e një qenie njerëzore nga rrobat që vesh? Një fëmijë 5 vjeçar që vetëm donte të përdorte një tualet, u gjykua i padenjë për t'u trajtuar me minimumin e dinjitetit njerëzor për shkak të pamjes së saj? Në atë moment, njëra nga shitëset, një grua më e moshuar e quajtur Mirela që punonte në dyqan prej gati 10 vjetësh, bëri një hap përpara. Zëri i saj doli i dridhur por i prerë. Më falni që ndërhyj, por edhe mua mu duk shumë gabim. Doja të thosha diçka në atë moment, por kisha frikë se mos humbisja punën. Vajza ishte qartësisht e dëshpëruar dhe ajo që bëri zoti Genc ishte vërtet mizore. Genci u kthye nga Mirela me sy të skuqur nga zemërimi. Ti je e pushuar nga puna. Si guxon të vësh në dyshim vendimet e mia para klientëve? Në fakt, ndërhyri Artani, zëri i tij tani më i ulët por pafundësisht më kërcënues, ai që do të marr vendime për pushimet nga puna këtu jam unë. Sepse, shikoni, unë nuk jam thjesht një klient. Unë jam Artan Basha dhe rastësisht jam pronar i një zinxhiri hotelesh që ka një kontratë furnizimi uniformash me kompaninë mëm të këtij dyqani. Një kontratë që vlen disa milion euro në vit. Efekti ishte i menjëhershëm.
Fytyra e Gencit kaloi nga e kuqe nga zemërimi në të bardhë nga tmerri në pak sekonda. Valbona lëshoi një klithmë të vogël të mbytur. Edhe rojet e sigurisë dukeshin më të vëmendshëm, duke kuptuar se ishin përballë dikujt vërtet të fuqishëm. Zoti Basha, belbëzoi Genci, gjithë arroganca e tij avulloi si ujë në një pllak të nxehtë. Unë nuk e dija, nuk kisha ide se kush ishit ju. Po ta dija. Po ta dije, do të më trajtoje ndryshe, plotësoi fjalin Artani. Por këtë vajzë do ta trajtoje në të njëjtën mënyrë të tmerrshme, apo jo? Sepse problemi nuk është kush jam unë. Problemi është kush jeti një person që mat vlerën e të tjerëve nga llogaria e tyre bankare. Artani u kthye nga Elira, e cila vëzhgonte gjithçka me sy të zgurdulluar, duke u përpjekur të kuptonte atë botë të rriturisht të pushtetit dhe konfrontimit. Ai ul përsëri në gjunjë dhe i foli asaj: "Elira, dua që ti ta përdorësh tualetin e këtij dyqani. Jo sepse po të urdhëroj unë, por sepse ti ke çdo të drejtë ta përdorësh. Sepse ti je një qenie njerëzore që meriton të trajtohet me dinjitet. A dëshiron ta bësh këtë?" Vajza shikoi derën e tualetit në fund të dyqanit, pastaj Gencin që tani duke i tmerruar, pastaj përsëri Artanin. Ajo tundi kokën me ndrojtje. Shkëlqyeshëm, buzëqeshi Artani dhe u ngrit duke e parë drejt për drejt Gencin. Ti do ta shoqërosh Elirën deri në tualet, do ta presësh të mbaroj dhe do të sigurohesh që ajo të ketë gjithçka që i nevojitet. Letër higjienike, sapun, peshqir të pastër. Dhe do ta bësh këtë me respekt dhe mirësjellje. E kuptove? Genci hapi dhe mbylli gojën disa herë, duke u dukur si një peshk jashtë ujit, para se më në fund të tunte kokën. Po, zotëri. Sigurisht, zotëri. Dhe pasi ajo të dalë, vazhdoi Artani, ti do t'i kërkosh falje. Falje të vërtet, jo ato faljet boshe që japim kur kemi frikë se mos humbasim punën. Do ta shikosh në sy dhe do të pranosh se ajo që bëre ishte gabim. Genci gëlltiti pështymën dhe tundi kokën përsëri. Po, zoti Basha. Elira ndoqi Gencin deri në tualet dhe Artani mbeti në dyqan, duke vëzhguar reagimet e njerëzve të tjerë. Mirela, shitësia që kishte folur, kishte sy të përlotur. Një kliente e re që e kishte parë gjithçka, ju afrua Artanit. Faleminderit që e bëte këtë, tha ajo me zë të ulët. E pash gjithçka që ndodhi më parë dhe u ndjeva aq e turpëruar që nuk bëra asgjë. Ju jeni shumë guximtar. Nuk është guxim, u përgjigj Artani, zëri i tij i ngarkuar me një emocion që nuk priste ta ndjente. Është thjesht të bësh atë që është e drejtë. Diçka që të gjithë ne duhet ta bëjmë gjithmonë. Ndërsa prisnin, Artani shfrytëzoi rastin për të folur me punonjësit e tjerë. Zbuloi se shumë prej tyre kishin dëshmuar situata të ngjashme, ku njerëz në situata të vështira trajtoheshin me përbuzje. Mirela tregoi se e kishte parë Gencin të dëbonte të pastre, punëtor ndërtimi të ndotur me çimento, dhe madje edhe të moshuar që ai konsideronte të veshur keq. Kultura e atij dyqani, shpjegoi ajo, ishte e përjashtimit të maskuar si ekskluzivitet. Kur Elira doli nga tualeti, duke u dukur e lehtësuar dhe me duar të pastra, Genci ishte pranë saj me një shprehje të mjerueshme në fytyrë. Artani priste që ai të përmbushte premtimin e tij. Genci ul në gjunjë para Elirës dhe për herë të parë që kur Artani e kishte njohur, duke i vërtet njerëzor. Elira, filloi ai, dhe zëri i tij dridhej lehtë, dua të kërkoj falje për mënyrën se si të trajtova. Nuk kisha të drejtë të flisja me ty në atë mënyrë, të bëja të ndihesh e keq, të dëboja. Ti nuk bëre asgjë gabim. Unë isha shumë i vrazhd dhe mizor. Më fal, me të vërtetë. Elira e shikoi për një moment të gjatë, duke përpunuar ato fjalë. Artani vëzhgonte me vëmendje, duke dashur të shihte nëse vajza do t'i pranonte faljet. Më në fund, Elira ngriti supet dhe tha, në rregull. Vetëm mos ja bëj këtë fëmijëve të tjerë. Thjeshtësia dhe mençuria e asaj përgjigjeje i la të gjithë në heshtje. Një fëmijë 5 vjeçar që ishte poshtëruar dhe keq trajtuar, po i mësonte dhe mshuri dhe falje një të rrituri që duhej ta dinte më mirë. Artani e kapi përsëri dorën e Elirës dhe u drejtua për ngadalja. Para se të dilte, ai u kthye nga Genci për herë të fundit. Unë do të kontaktoj pronarët e këtij dyqani, tha ai. Jo që ti të pushohesh nga puna, por që të trajnohesh siç duhet se si ti trajtosh të gjithë njerëzit me respekt, pavarësisht nga pamja apo gjendja e tyre sociale. Dhe nëse marr vesh se diçka e tillë ka ndodhur përsëri këtu, pasojat do të jenë shumë më serioze.
për Mirelën, ai tundi kokën. Ti nuk je e pushuar nga puna. Në fakt, do të rekomandoj promovimin tënd për guximin që pate për të folur. Kur dolën nga dyqani, Artani dhe Elira ecën në heshtje për disa minuta. Vajza dukej se po përpunonte gjithçka që kishte ndodhur, duke u përpjekur të kuptonte atë botë komplekse të rriturve ku gjërat mund të ndryshonin kaq shpejt. Zoti Artan, tha më në fund Elira, pse e bë të gjithë këtë për mua? Ju as nuk më njihni. Artani ndaloi se ecuri dhe u ul në gjunjë për herë të tretë atë mëngjes transformues. Sepse pash tek ti diçka që kisha harruar se ekzistonte, u përgjigj ai me ndershmëri brutale. Pash dinjitet, guxim dhe mirësi. Dhe pash se bota po të trajtonte në një mënyrë të tmerrshme, dhe kuptova se unë jam pjesë e kësaj bote. Se unë kam ndihmuar në krijimin e kësaj bote ku njerëzit gjykohen nga ajo që kanë, jo nga ajo që janë. Dhe unë nuk dua më të jem pjesë e kësaj. Elira anoi kokën, duke u përpjekur të kuptonte fjalë kaq të thella. Ju jeni pasur, apo jo? Po, jam, pranoi Artani. Shumë i pasur. Atëherë ju mund të ndihmoni shumë njerëz si unë, tha Elira me një logjik fëminore që ishte, në të njëjtën kohë, shkatërimisht e thjeshtë dhe thellësisht e vërtetë. Artani ndjeu diçka të thyej përfundimisht brenda tij. Ajo vajzë 5 vjeçare, me gjithë pafajësinë dhe vuajtjen e saj, po i jepte një mësim që asnjë kurs MBA, asnjë takim biznesi, asnjë konsulent i shtrenjtë nuk ja kishte dhënë kurrë. Ajo po i tregonte se pasuria pa humanizëm ishte e zbrazët. Ke të drejtë, tha ai, zëri i tij i mekur. Unë mund të ndihmoj shumë njerëz. Dhe do të filloj duke të ndihmuar ty dhe Teto Fiqireten. Më trego më shumë se ku banoni, si jetoni. Elira, tani më e lirshme me Artanin, filloi të tregonte detaje nga jeta e saj. Foli për barakën për i druri në Ysberisht, për mënyrën se si Teto Fiqiretja bënte punime dore për të shitur por mezi ja dilte sepse i dhimbnin shumë duart, për mënyrën se si ndonjëherë mungonte ushqimi dhe duhej t'u kërkonin ndihmë fqinjëve. Për sa e vështirë ishte të flije kur binte shi sepse çatia pikonte. Me çdo detaj, Artani ndjente zemrën t'i thyej pak më shumë. Ai jetonte në një apartament 500 metra katror në një nga ndërtesat më luksoze të Tiranës, kishte 3 makina të importuara në garazh, shpenzonte më shumë në një darkë të vetme se sa ato të dyja kalonin uri për një muaj të tërë. Dhe kur, në të gjithë vitet e tij të suksesit, ai nuk ishte ndalur të mendonte për realitetin e njerëzve që jetonin vetëm disa kilometra larg kullës së tij të fildish. Elira, tha Artani pasi ajo mbaroi së treguari historinë e saj, unë dua ta njoh Teto Fiqireten. A mendon se ajo do të më lejonte t'ju vizitoja? Vajza mendoi për një moment. Teto Fiqiretja është shumë krenare. Asaj nuk i pëlqen të pranojë ndihmë. Por ajo është e mirë, e dini? Ajo më dha një shtëpi kur askush tjetër nuk donte të ma jepte. Mendoj se do t'i pëlqente t'ju njihte. Artani shikoi orën e tij të shtrenjtë, një Rolex që kushtonte më shumë se sa fitonin shumë njerëz në vite. Ai kishte një takim të rëndësishëm të planifikuar për atë pasdite, një negociat milionëshe për të zgjeruar rrjetin e tij të hoteleve në Bregdet. Por në atë moment, duke parë Elirën, ai kuptoi se ai takim mund të priste. Ose më mirë, se ai thjesht nuk ishte më aq i rëndësishëm sa kishte menduar gjithmonë se ishte. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, a do të linit gjithçka për të ndihmuar Elirën dhe Teto Fiqireten, apo do të ktheheshit në jetën tuaj normale? Na tregoni në komente. Atëherë le të shkojmë, vendosi Artani. Më ço te shtëpia jote. Dua ta njoh Teto Fiqireten dhe të kuptoj më mirë se si mund t'ju ndihmoj. Elira buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqertë dhe e bukur që ja ndriçoi fytyrën e vogël. Ajo e kapi dorën e Artanit dhe filloi ta udhëhiqte nëpër rrugë, duke shkuar drejt stacionit më të afërt të autobusit. Do të shkojmë me autobus? Pyeti Artani, duke kuptuar drejtimin që po merrnin. Po, u përgjigj Elira natyrshëm. Është larg, por autobusi kalon direkt. Artani shikoi përreth dhe pa shoferin e tij personal, Agimin, të parkuar në anën tjetër të rrugës, duke pritur me durim siç bënte gjithmonë. Ai mund ta thërriste Agimin dhe të shkonin rehatshëm në makinën me ajër të kondicionuar. Por diçka e pengoi. Ai donte të përjetonte botën e Elirës, të kuptonte se si ishte të jetoje pa fluskën e privilegjeve në të cilën ai kishte notuar gjithmonë. Në rregull, tha ai. Le të shkojmë me autobus atëherë.
Ata morën autobusin e mbushur plot, ku Artani përjetoi për herë të parë pas dekadash ndjesinë e të qenit i shtrënguar mes njerëzve të tjerë, duke ndjerë nxehtësinë kolektive, duke dëgjuar bisedat e përditshme, duke parë realitetin e zhveshur të qytetit që ai mendonte se e njihte. Elira, e mësuar me këtë, mbahej fort te parmaku dhe bisedonte me Artanin për gjëra të thjeshta, ngjyrat e shtëpive që kalonin nga dritarja, qend që shite në rrugë, njerëzit që njihte rrugës. Pas gati një ore udhëtimi, ata zbritën në një lagje që Artani nuk e kishte vizituar kurrë. Rrugët ishin me dhe të pasfaltuar, shtëpit ishin baraka druri dhe tullash të përziera, fëmijët luanin zbathur në rrugë, të rriturit bisedonin në trotuaret e improvizuara. Ishte një botë krejtësisht e ndryshme nga e tia, por kishte jetë aty komunitet, lidhje njerëzore që Artani i kishte humbur prej kohësh në qarqet e tij ekskluzive. Elira e udhëhoqi nëpër rrugica të ngushta derisa arritën në një barak druri të lyer me një blu të zbehë. Dera ishte gjysmë e hapur dhe një zë i dobët vinte nga brenda. Elira, ti je bia ime? Ku ishe? U bëra merak. Unë jam këtu, teto Fiqirete, u përgjigj Elira duke hyrë. Dhe kam sjell një mik. Artani hyri pas saj dhe e gjeti veten në një hapësirë të vogël që shërbente si kuzhinë, dhomë ndenjeje dhe dhomë gjumi në të njëjtën kohë. Muret ishin prej druri të vjetër, dyshemeja ishte prej cimentoje të plasaritur, kishte vetëm një krevat të vjetër në një cep, një sobë të vogël dhe disa rafte me shumë pak enë. Por, pavarësisht varfërisë ekstreme, gjithçka ishte e pastër dhe e organizuar. Kishte lule në një kuti qumësht i pluhur të shndërruar në vazo. Rrobat ishin të lara dhe të palosura. Ishte një shtëpi e vogël dhe e pasigurt, por një shtëpi. Teto Fiqiretja ishte ulur në krevat, me këmbët e njëtura të mbështetura në një jastëk të improvizuar. Ajo kishte flokë të thinjur të lidhur në një topuz, fytyrë të rrudhur por sy ende të shndritshëm, dhe vishte një fustan të thjeshtë por të pastër. Kur pa Artanin, shpreha e saj u mbush me dyshim dhe shqetësim. Kush është ky burr, Elira? Pyeti Teto Fiqiretja, zëri i saj mbrojtës. Artani u prezantua me respekt. Teto Fiqirete, emri im është Artan. E njoha Elirën sot në mëngjes dhe erdha këtu sepse do të doja të bisedoja me ju, nëse ma lejoni. Teto Fiqiretja e studioi Artanin për një moment të gjatë, sytë e saj me përvojë vlerësonin çdo detaj, rrobat e shtrenjta, orën firmato, qëndrimin e dikujt të mësuar me privilegje. Më në fund, ajo tha, çfarë do një burr i pasur si ju me ne? Nëse keni ardhur të ofroni lëmosh, mund të largoheni. Ne jemi të varfër, por kemi dinjitet. Artani ndjeu një respekt të pamas për atë grua që, edhe në kushte kaq të vështira, ruante dinjitetin e saj të paprekur. Nuk kam ardhur të ofroj lëmosh, Teto Fiqirete. Kam ardhur sepse dëshmova që Elira u trajtua në mënyrë të tmerrshme sot, dhe kjo më preku në një mënyrë që nuk mund ta shpjegoj. Dhe kam ardhur sepse mendoj se mund të ndihmoj, jo nga mëshira, por sepse është gjëja e duhur për të bërë. Teto Fiqiretja u qetësua pak, por ende ruante qëndrimin e saj të kujdesshëm. Ulu, atëherë. Më fal që nuk kam asgjë për të ofruar. Artani u ul në karrigen e vetme të disponueshme, ndërsa Elira u ul në këmbët e Teto Fiqiretes. Gjatë orës së ardhshme, ata biseduan. Teto Fiqiretja tregoi historinë e saj, punoi 40 vjet si pastruese, rriti 3 fëmijë vetëm pasi burri i braktisi, kur nuk arriti të kursente para sepse gjithmonë u dërgonte fëmijëve dhe tani jetonte me një pension të mjerueshëm. Fëmijët e saj ishin rritur dhe secili kishte ndjekur rrugën e tij, duke dhënë rrallë lajme. Kur e gjeti Elirën të braktisur në rrugë, nuk mendoi 2 herë për ta strehuar vajzën, edhe pse e dinte se mezi kishte kushte për të mbajtur veten. Artani dëgjoi gjithçka në heshtje dhe me çdo fjalë, admirimi i tij për atë grua rritej. Teto Fiqiretja nuk ishte as viktim, as martire. Ishte një mbijetuese, një luftëtare e heshtur që përballej me jetën me dinjitet dhe dashuri, edhe kur jeta i jepte të gjitha arsyet për t'u dorëzuar. Teto Fiqirete, tha më në fund Artani, unë dua t'ju ndihmoj me të vërtetë. Nuk po flas për të dhënë ca para dhe të largohem. Po flas për të siguruar që ju të keni atë që ju nevojitet, një shtëpi të denjë, ushqim, trajtim shëndetësor për ju, shkollë për Elirën. Unë kam burimet për këtë dhe dua t'i përdor këto burime në një mënyrë që vërtet bën ndryshim. Teto Fiqiretja e studioi përsëri. Dhe çfarë doni në këmbim? Nga përvoja ime, njerëzit e pasur nuk bëjnë asgjë falas. Artani mori frym thellë.
Nuk dua asgjë në këmbim, teto Fiqirete. Por do të jem i sinqert me ju, unë kam nevojë për këtë po aq sa ju. Unë kam ndërtuar një jetë pasurie, por të zbrazët nga kuptimi. Jam bërë një person që nuk e pëlqej, që mendon vetëm për para dhe pushtet. Njoja me Elirën sot më bëri të kuptoj se duhet të ndryshoj. Dhe ndihma për ju është fillimi i këtij ndryshimi. Për herë të parë, teto Fiqiretja buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, por e sinqertë. Ju jeni i çuditshëm, Zoti Artan. Por unë shoh sinqeritet në shikimin tuaj. Në rregull. Do ta pranojmë ndihmën tuaj. Por me një kusht, ne nuk duam të bëhemi një projekt bamirësie. Ne duam dinjitet, respekt. Nëse ju mund ta jepni këtë, atëherë po, do të mund ta pranojmë. Artani i zgjati dorën. Është një marrëveshje, teto Fiqirete. Ata shtrënguan duart dhe në atë moment, pa e ditur asnjëri prej tyre, filloi një transformim që do të shkonte shumë përtej tyre të treve. Ishte fillimi i diçkaje më të madhe, më të thellë, që do të vinte në pikpyetje privilegjet, paragjykimet dhe vetë strukturën e një shoqërie që e kishte normalizuar pabarazinë. Ditët që pasuan atë takim transformues ishin si një stuj në jetën e të gjithë të përfshirëve. Artani nuk u kthye thjesht në rutinën e tij të zakonshme. Nuk mundej. Diçka tek ai kishte ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme, sikur një vellot i ishte hequr nga syt dhe tani ai e shihte botën me një qartësi të dhimbshme që nuk mund të injorohej më. Të nesërmen në mëngjes pas takimit me teto Fiqireten dhe Elirën, Artani anuloi të gjitha takimet e tij. Sekretarja e tij, Teuta, një grua efikase 40 vjeçare që punonte me të prej më shumë se një dekade, mbeti e shokuar. Zoti Basha, takimi me investitorët italian është vendimtar. Ata kanë fluturuar nga Milano posaçërisht për këtë. Nuk mund ta anulojmë thjesht. Artani e shikoi me një shprehje që Teuta nuk e kishte parë kurrë më parë. Një përzierje vendosmërie dhe diçka e ngjashme me paqen. Mund ta anulosh, Teuta. Ose më mirë, shtyje për javën tjetër. Unë kam gjëra më të rëndësishme për të bërë tani. Teuta puliti syt disa herë duke përpunuar ato fjalë. Në të gjithë vitet që punonte për Artanin, ajo kurrë nuk e kishte dëgjuar të thoshte se diçka ishte më e rëndësishme se biznesi. Por ajo e njihte shefin e saj mjaftueshëm për të ditur se nuk ia vlente të argumentojë kur ai kishte atë shprehje në fytyrë. Artani i kaloi ditët në vijim i zhytur në realitetin e Elirës dhe teto Fiqiretes. I vizitonte çdo ditë, ndonjëherë 2 herë në ditë, duke sjellë ushqim, ilaçe, rehati të vogla. Por më shumë se kaq, ai dëgjonte. Dëgjonte historitë e teto Fiqiretes për vitet e saj të punës, për shefat mizore dhe ato të rralla bujare, për rritjen e fëmijëve vetëm, për lodhjen dhe vetmin. Dëgjonte Elirën të fliste për ëndrat e saj të thjeshta fëminore, donte të mësonte të lexonte, donte të kishte kukulla, donte që teto Fiqiretja të mos ndjente më dhimbje në këmbë. Ishte gjatë një prej këtyre vizitave, rreth një javë pasi I kishte njohur, që Artani mori një telefonat të papritur. Ishte nga vajza e tij, Anisa. Ata nuk kishin folur prej gati 6 muajsh, që nga një debat I tmerrshëm për faktin se Artani kurrë nuk kishte kohë për familjen. Babi, zëri I Anisës tingëlloi I habitur nga ana tjetër e linjës. Teuta më tha se ke anuluar takime të rëndësishme. A je mirë? A je I sëmur? Artani ndjeu një shtrëngim në gjoks. Vajza e tij mendonte se ishte e pamundur që ai të anulonte takime për ndonjë arsye tjetër përveç sëmundjes. Jam mirë, Anisa. Në fakt, jam më mirë se sa kam qenë prej vitesh. A mund të takohemi? Duhet të flas me ty për diçka të rëndësishme. Ata lanë të takoheshin atë pasdite në një kafe pranë apartamentit të Anisës. Kur Artani arriti, gjeti vajzën e tij që tashmë priste. Anisa ishte 32 vjeçe, psikologe, punonte në një ujëçi që ndihmonte fëmijët në situata të vështira. Ishte e bukur si ema, me flokë të gjatë gështenjë dhe sy që gjithmonë dukeshin se shinin përmes maskave që njerëzit mbanin. Ajo dhe Artani ishin larguar me kalimin e viteve, veçanërisht pasi nëna e saj, Drita, kishte ndëruar jetë 5 vjet më parë. Artani ishte zhytur edhe më shumë në punë pas humbjes, duke përdorur biznesin si një mënyrë për të mos u përballur me dhimbjen, dhe Anisa ishte ndjer e braktisur. Përshëndetje, babi, tha Anisa, duke puthur faqen e Artanit. Dukesh ndryshe. Nuk di ta shpjegoj se çfarë, por ka diçka ndryshe tek ti Artani buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqertë që I habiti të dy.
Ka shumë gjëra ndryshe, Anisa. Dhe duhet të t'i tregoj të gjitha. Gjatë orës së ardhshme, Artani tregoi historinë e plotë. Ditën në dyqan, poshtërimin e Elirës, ndërhyrjen që ai bëri, takimin me Teto Fiqireten dhe se si e gjithë kjo ja kishte kthyer botën përmbys. Anisa dëgjoi në heshtje dhe Artani vuri re se kishte lot në sytë e saj. Kur ai mbaroi, Anisa qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Më në fund, ajo tha, "Babi, a e di se çfarë më kujton kjo histori? Ty të vërtetin që unë e njoha kur isha fëmijë, para se të humbisje në botën e biznesit." Artani i ndjeu fjalët e Anisës si një goditje dhe një përqafim në të njëjtën kohë. "Çfarë do të thuash?" Anisa kapi dorën e babait mbi tavolinë. "Ti nuk e mban mend, por kur isha 7 vjeçe, ne po ktheheshim nga një restorant dhe pam një familje që flinte në rrugë. Ti ndalove, u bleve ushqim të gjithëve, bisedove me ta për gati një orë. Mami vazhdonte të thoshte se duhej të iknim, por ti këmbëngule të dëgjoje historinë e tyre. Unë kur nuk e kam harruar atë ditë, babi. Ishte hera e parë që kuptova se çfarë ishte empatia. Ishe ti që ma mësove këtë." Artani ndjeu lotët t'i digjinin sytë. Ai e kujtonte vagëlt atë ditë, por ishte si një kujtim nga një jetë tjetër, nga një person tjetër. "Çfarë ndodhi me mua, Anisa? Kur u bëra kaq i ftohtë?" Anisa ja shtrëngoi dorën më fort. "Kur fillove të besoje se vlen aq sa ke, jo aq sa je. Kur numrat në llogarinë bankare u bën më të rëndësishëm se njerëzit. Kur ndalove se lejuari veten të ndjesh sepse të ndjesh dhemb dhe është më e lehtë të fshihesh pas kontratave dhe takimeve." Fjalët e Anisës ishin të ashpra, por Artani e dinte se ishin të vërteta. "Dhe tani?" pyeti ai. "Si ta rregulloj këtë? Si të kthehem të jem ai që isha?" Anisa buzëqeshi përmes lotëve. "Mendoj se tashmë ke filluar, babi. Kur ndalove për të parë Elirën, kur e mbrojte atë, kur shkove në shtëpinë e saj për të njohur Teto Fiqireten. Këto janë veprimet e burrit që unë njoha kur isha fëmijë. Babai që unë e dua dhe për të cilin më ka marrë malli. Bab e bi u përqafuan aty në kafe, duke qarë së bashku, duke çliruar vite të tëra hidhërimesh dhe distance. Ishte fillimi i një rilidhjeje që të dy kishin nevojë dëshpërimisht. Në ditët që pasuan, Anisa u përfshi thellësisht në misionin për të ndihmuar Elirën dhe Teto Fiqireten. Si psikologe me përvojë me fëmijët e pambrojtur, ajo kishte një uri dhe lidhje që Artani nuk i zotëronte. Ishte Anisa ajo që sugjeroi të fillonin duke siguruar dokumentacion për Elirën, diçka thelbësore për ta regjistruar në shkollë dhe për të siguruar që ajo të kishte akses në shërbimet bazë shëndetësore. "Duhet ta bëjmë këtë në mënyrën e duhur, babi", shpjegoi Anisa ndërsa udhëtonin së bashku për një tjetër vizitë te familja. "Nuk është vetëm të japësh para dhe të zgjidhësh gjithçka me fuqi financiare. Ka të bëjë me fuqizimin e tyre, duke u dhënë mjete që të mund të ndërtojnë jetën e tyre me dinjitet." Artani thithte çdo fjalë si një student i përkushtuar. Ai po mësonte se pasuria dhe pushteti, gjëra që ai gjithmonë i kishte konsideruar si zgjidhje për gjithçka, ishin në të vërtetë vetëm pjesë të vogla të një ekuacioni shumë më kompleks. Ishte gjatë këtij procesi që ndodhi një zbulim i papritur. Anisa po ndihmonte në organizimin e pak dokumenteve që kishte Teto Fiqiretja kur gjeti një foto të vjetër. Ishte e Teto Fiqirete së re, ndoshta rreth të 20-tave, duke mbajtur një foshnjë. Pas fotos ishte shkruar një emër dhe një datë. "Teto Fiqirete", pyeti me kujdes Anisa, "kush është kjo foshnjë në foto?" Fytyra e Teto Fiqiretes u mbyll, siç ndodhte gjithmonë kur prekeshin tema të dhimbshme të së kaluarës. "Është vajza ime e madhe, Lulieta. Ne jemi zënë shumë vite më parë. Nuk e di as ku është sot." Artani, i cili ishte ulur pranë, ndjeu një therrje në gjoks. Ai e njihte shumë mirë këtë dhimbje të familjeve të ndara, të marrëdhënieve të prishura. "Pse u zut, nëse nuk është shumë ndërhyrëse të pyes?" Teto Fiqiretja pshertiu thellë. Lulieta ishte gjithmonë ndryshe nga dy të tjerët. Ajo donte më shumë nga jeta, e dini? Studioi shumë, fitoi një bursë në një universitet të mirë. Por kur u diplomua, ajo sikur u turpërua nga kuvinte. Ndaloi se vizituari, thoshte se unë isha një kujtesë e një të kaluare që ajo donte ta harronte. Hera e fundit që e pash ishte gati 10 vjet më parë, kur ajo erdhi të më thoshte se po martohej dhe se ishte më mirë të mos shkoja në dasmë sepse do ta vija në siklet para njerëzve të rëndësishëm që do të ishin atje.
Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Elira, e cila luante në cep me një kukull që Artani ja kishte bler, as nuk e ngriti kokën, por ishte e qartë se ajo e njihte tashmë atë histori. Anisa shikoi baban e saj dhe të dy po mendonin të njëjtën gjë. Sa njerëz bënin saktësisht atë që kishte bërë vajza e Teto Fiqiretes? Sa njerëz, kur ngjiteshin në jetë, thjesht hidhnin poshtë prejardhjen e tyre, turpëroheshin nga rënjët e tyre, trajtonin origjinën e tyre modeste si një defekt për t'u fshehur? Artani kujtoi se kishte bërë saktësisht këtë. Pasi u pasurua, ai rrallë fliste për fëmijërinë e tij të vështirë, për mënyrën se si ishte rritur në një familje të varfër, për mënyrën se si babai i tij punonte 16 orë në ditë në një fabrikë. Ishte sikur, duke grumbulluar pasuri, ai e kishte fshirë atë pjesë të historisë së tij, duke e zëvendësuar me një narrativ më të pranueshme të përpjekjes dhe meritës individuale, pa përmendur sakrificat e të tjerëve. Fatin e të qenit në vendin e duhur në kohën e duhur, privilegjet që edhe në varfëri ai kishte pasur si burr. Teto Fiqirete, tha Artani butësisht, nëse ju dëshironi, unë mund të përpiqem ta gjej vajzën tuaj. Kam burime, njerëz që mund të bëjnë kërkime. Jo për të detyruar asgjë, por vetëm që ju të dini se ajo është mirë, ku është. Teto Fiqiretja e shikoi Artanin për një moment të gjallë. Nuk e di nëse dua ta di, zoti Artan. Dhem shumë. Por ndoshta, hezitoi ajo, ndoshta është koha të paktën të përpiqemi të bëjmë paqe. Jo për mua, por për Elirën. Kjo vajzë meriton të njohë njerëz të familjes, edhe nëse është një teze e largët. Anisa u afrua dhe kapi dorën e Teto Fiqiretes. Unë do të ndihmoj për këtë, Teto Fiqirete. Me kujdes dhe respekt. Dhe do të kontaktojmë vetëm nëse mendojmë se është e sigurt dhe e shëndetshme për të gjithë. Kështu filloi një kërkim që do të çonte në një nga kthesat më të mëdha të gjithë asaj historie. Anisa, duke përdorur kontaktet e saj në fushën e ndihmës sociale dhe me ndihmën e një hetuesi privat të punësuar nga Artani, arriti ta lokalizonte Luljetën në më pak se 2 javë. Ajo jetonte në një lagje të pasur të Tiranës, ishte e martuar me një avokat të suksesshëm, kishte 2 fëmijë dhe punonte si menaxhere e burimeve njerëzore në një kompani të madhe teknologjike. Emri i saj tani ishte Luljeta Gashi. Ajo kishte marrë mbiemrin e burrit dhe me sa duket kishte ndërtuar një jetë krejtësisht të shkëputur nga origjina e saj. Anisa zbuloi se Luljeta ishte aktive në rrjetet sociale, duke postuar foto nga udhëtime ndërkombëtare, darka në restorante të shtrenjta, evente sociale të sofistikuara. Nuk kishte asnjë përmendje të vetme për nënën e saj apo lagjen ku ishte rritur. Anisa debatoi gjatë me Artanin se si t'i afroheshin Luljetës. Nuk mund të shfaqemi thjesht në shtëpinë e saj, argumentoi Anisa. Kjo mund të jetë kundërproduktive. Na duhet një qasje e kujdesshme. Artani ra dakord, por gjithashtu ndjente një urgjencë në rritje. Teto Fiqiretja po dobësoi gjithnjë e më shumë. Këmbët e saj të ënjtura nuk përmirësoheshin dhe pavarësisht mjekëve më të mirë që Artani kishte punësuar, ishte e qartë se ajo kishte nevojë për kujdes më intensiv dhe të vazhdueshëm. Koha, ata e dinin, ishte e çmuar. Ishte Elira ajo që, pa dashje, dha zgjidhjen. Një pasdite, ndërsa vizatonte me lapsa me ngjyra që Anisa i kishte bler, ajo tha, Teto Fiqiretja gjithmonë thot se të gjithë meritojnë një shans të dytë për të bërë gjën e duhur. Edhe njerëzit që kanë gabuar shumë. Ato fjalë të thjeshta, të thëna me mençurinë e pavetëdijshme të fëmijëve, rezonuan tek Anisa dhe Artani. Shans i dytë. Kjo ishte ajo që u duhej të gjithëve. Luljetës i duhej një shans i dytë për të nderuar nënën e saj. Teto Fiqiretes i duhej një shans i dytë për të pasur një vajzë të pranishme. Dhe Artani, kuptoi ai, po merrte shansin e tij të dytë për të qenë njeri i vërtetë, për të përdorur burimet e tij për diçka që vërtet kishte rëndësi. Anisa vendosi të shkruante një letër. Jo një letër të ftohtë, formale, por një letër të sinqertë që tregonte historinë e Elirës, se si Teto Fiqiretja e kishte strehuar edhe pa pasur burime. Se si ajo grua e jashtëzakonshme vazhdonte të jepte dashuri edhe kur jeta i kishte dhënë vetëm arsye për të ngurtësuar zemrën. Letra nuk akuzonte, nuk fajsonte. Thjesht tregonte të vërtetën dhe ofronte një ftesë, të njëjtë personin e mrekullueshëm që nëna e saj ishte ende dhe vajzën e veçantë që ajo po rriste. Letra u dërgua me postë, e adresuar personalisht për Luljetën. Dhe pastaj, erdhi pritja. Ditët kaluan pa përgjigje.
1 javë. 2 javë. Teto Fiqiretja shtirej sikur nuk i bënte përshtypje, por Elira vuri re se ajo shikonte nga dritarja më shpesh, sikur priste dik që nuk vinte kurrë. Ishte një pasdite me shinëntori, gati 1 muaj pasi letra ishte dërguar, që erdhi përgjigja. Por jo në formën që prisnin. Luljeta nuk shkroi përsëri. Ajo thjesht u shfaq. Artani dhe Anisa po vizitonin Teto Fiqireten dhe Elirën kur dëgjuan një trokitje hezituese në derën prej druri. Elira vrapoi për të hapur dhe u përball me një grua elegante, rreth të 40-tave, e veshur me rroba të shtrenjta por me sy të kuq dhe të ënjtur nga të qarat. Po kërkoj Fiqirete Santos, tha gruaja me zë të dridhur. Teto Fiqiretja u ngrit nga krevati me vështirësi, duke u mbështetur në mur kur pa se kush ishte në derë, fytyra e saj humbi të gjithë ngjyrën. Luljeta? Pëshpëriti ajo, sikur nuk mund të besonte atë që shite. Mami, tha Luljeta, dhe pastaj u shem. Ra në gjunja aty në hyrje të barakës, duke dënesur me një intensitet që dukej se ja shionte trupin. Mami, më fal. Më fal për gjithçka. Që të braktisa, që kisha turp nga ty, që isha kaq mizore. E mora letrën dhe nuk mund të jetoja më me veten duke ditur se ti je këtu, duke kaluar gjithë këtë, ndërsa unë shtirem sikur nuk kam nën. Teto Fiqiretja, me lot që i rridhnin në përfytyr, çali deri te vajza e saj dhe u ul në gjunjë pranë saj, duke injoruar dhimbjen në këmbë. Të dyja u përqafuan aty në 2 sheme, duke qarë së bashku, duke çliruar vite të tëra hidhërimesh, refuzimi, malli dhe dashurie të shtypur. Artani, Anisa dhe Elira vëzhgonin në heshtje, të gjithë me lot në sy. Ai moment ishte tepër i shenjtë për t'u ndërprerë me fjalë. Kur më në fund u qetësuan, Luljeta hyri dhe u ul pranë nënës së saj në krevat. Me zë ende të dridhur, ajo tregoi historinë e saj. Foli për mënyrën se si turpi e kishte konsumuar, se si ishte përpjekur të ndërtonte një identitet krejtësisht të ri, se si kishte gënjur burrin dhe fëmijët për origjinën e saj. Por letra e Anisës i kishte thyer të gjitha ato barriera të rreme që ajo kishte ndërtuar. E kam lexuar atë letër më shumë se 100 herë, tha Luljeta. Çdo fjalë ishte një thik në zemrën time. Sepse kuptova se ndërsa unë shpenzoja pasuri në gjëra të kota, duke u shtirur si dikush që nuk jam, nëna ime, kjo grua e mrekullueshme, ishte këtu duke i dhënë dashuri një fëmije të braktisur edhe pa pasur asgjë. Ti je 100 herë njeri më i mirë se sa do të jem unë ndonjëherë. Teto Fiqiretja i mbajti fytyrën e vajzës mes duarve. Ti nuk ke nevojë të jesh më e mirë se askush, bija ime. Ti vetëm duhet të jesh e vërtetë. Dhe je këtu tani. Kjo është ajo që ka rëndësi. Luljeta shikoi Elirën, e cila e vëzhgonte me kuriozitet. Kjo është Elira? Pyeti ajo. Teto Fiqiretja tundi kokën. Po, është. Mbesa ime e zemrës. Luljeta u ul në gjunjë para Elirës. Përshëndetje, Elira. Unë jam Luljeta, vajza e Teto Fiqiretes. Ti je një vajzë me shumë fat që ke dikë si ajo që kujdeset për ty. Elira anoj kokën, duke menduar. E di. Teto Fiqiretja është personi më i mirë në botë. Edhe kur ka dhimbje, ajo gjithmonë buzëqesh për mua. Ajo pafajësi brutale e bëri Luljetën të fillonte të qante përsëri. Artani, i cili kishte qëndruar në heshtje deri atëherë, u afrua. Luljeta, tha ai butësisht, unë jam Artan Basha. Isha unë që punësova personin që shkroi letrën. Dua të dish se nuk ishte për të gjykuar apo për të bërë të ndihesh keq. Ishte sepse nëna jote është një person i jashtëzakonshëm dhe meritonte ta kishte vajzën e saj përsëri në jetën e saj. Luljeta shikoi Artanin duke e njohur emrin. Unë e di kush jeni ju. Burri im ka mbyllur kontrata me hotelet tuaja. Dhe e di që ju nuk kishit nevojë të bënit asgjë nga këto. Faleminderit. Me të vërtetë. Ju më dhatë një shans për të rregulluar gabimin më të madh të jetës sime. Në ditët që pasuan atë ribashkim emocional, jeta e të gjithëve ndryshoi përsëri. Luljeta mori përgjegjësinë për të kujdesur për nënën e saj, duke e çuar te mjekët më të mirë, duke i siguruar trajtime të përshtatshme. Ajo gjithashtu këmbënguli të transferonte Teto Fiqireten dhe Elirën në një shtëpi më të mirë, duke ofruar madje që të jetonin me të. Por Teto Fiqiretja, me dinjitetin e saj karakteristik, refuzoi. Nuk dua të jem një barë, bija ime. Dua të vazhdoj të jem e pavarur sa më shumë që të mundem.
Ishte Artani ai që gjeti zgjidhjen perfekte. Ai bleu një shtëpi të thjeshtë por komode, ende në të njëjtën lagje ku Teto Fiqiretja kishte jetuar gjithmonë, pranë fqinjeve që ajo i njihte dhe i donte. Ishte një shtëpi me 3 dhoma gjumi, tualet të përshtatshëm, kuzhinë të bollshme, një obor të vogël por mikpritës. Nuk ishte një vilë, por ishte një shtëpi e vërtetë, e përshtatur për nevojat e Teto Fiqiretes dhe Elirës. Dhe tani, me luljetën përsëri në jetën e tyre, ishte një shtëpi plot familje, falje dhe shanse të dyta. 3 muaj kishin kaluar që nga ajo ditë me shi kur luljeta u rishfaq në jetën e Teto Fiqiretes. 3 muaj që transformuan jo vetëm jetën e Elirës dhe Teto Fiqiretes, por të gjithë atyre që ishin prekur nga ajo histori që kishte filluar me një kërkesë të thjeshtë për të përdorur një tualet. Elira tani shkonte në një shkollë publike pranë shtëpisë. Anisa kishte siguruar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe e kishte regjistruar vajzën në një institucion që, megjithse nuk ishte elitar, kishte mësues të përkushtuar dhe një ambient mikpritës. Për herë të parë në jetë, Elira vishte një uniform shkolle të pastër, mbante një çantë shpine të re plot me fletore dhe lapsa me ngjyra dhe mësonte të lexonte e të shkruante. Mësuesja e saj, mësuese Vjolca, një grua 50 vjeçare me një thirrje të vërtetë për të mësuar, ishte magjepsur nga vajza dhe i raportonte vazhdimisht Artanit dhe Anisës për progresin e jashtëzakonshëm të Elirës. Ajo ka një etje për të mësuar që e shoh rrallë, tha mësuese Vjolca në një takim me Artanin dhe Anisën. Është sikur po rikuperon kohën e humbur. Dhe e dini çfarë është më e bukura? Ajo është bujare me fëmijët e tjerë, gjithmonë duke ndihmuar ata që kanë vështirësi, duke ndarë ushqimin e saj. Kjo vajzë ka një zemër prej ari. Artani i dëgjonte këto raporte me një krenari që nuk e kishte ndier kurrë as me sukseset e tij biznesore. Të shihej Elirën të lulëzonte, të shtonte në peshë, të buzëqeshte më shumë, të ëndërronte për të ardhmen, ishte një shpërblim që asnjë fitim financiar nuk mund ta barazonte. Teto Fiqiretja, nga ana tjetër, ishte shumë më mirë me shëndet. Trajtimet e duhura, ushqimi i rregullt dhe ushqyes dhe veçanërisht lumturia e të pasurit të vajzës përsëri në jetën e saj kishin bërë një transformim të dukshëm. Këmbët e saj ende ëngjteshin, por me më pak frekuencë dhe intensitet. Ajo mund të ecte më mirë dhe madje ishte kthyer të bënte punimet e saj të dorës, tani jo nga nevoja dëshpëruese për mbijetesë, por për kënaqësi dhe si një formë terapie. Luljeta e vizitonte nënën pothuajse çdo ditë, ndonjëherë me nipërit e mbesat që ishin dashuruar me gjyshen që sapo kishin njohur. Por transformimet më të thella ndodhen tek Artani. Ata muaj kishin qenë një udhëtim dekonstruksioni dhe rindërtimi i gjithçkaje që ai mendonte se dinte për veten dhe për botën. Ai nuk ishte kthyer plotësisht në biznes. Ai ende komandonte perandorinë e tij hoteliere, por tani me një perspektivë krejtësisht të ndryshme. Artani filloi të zbatonte ndryshime radikale në kompanitë e tij. Krijoi një program bursash studimi për fëmijët e punonjësve. Vendosi partneritete me organizata që punonin me popullsinë e pastre, duke ofruar mundësi reale punësimi me trajnim të përshtatshëm dhe paga të denja. Hapi dyert e një prej hoteleve të tij për seminare komunitare ku njerëz si Teto Fiqiretja mund të mësonin aftësi të reja dhe të shisnin produktet e tyre me një marshë fitimi të drejtë. Ekzekutivet e tij fillimisht reaguan me skepticizëm. Zoti Basha, argumentoi njëri prej tyre në një takim, këto iniciativa do të ulin fitimet tona. Investitorëve nuk do t'u pëlqejë. Artani e shikoi ekzekutivin me një vendosmëri që nuk linte vend për diskutim. Atëherë do t'i edukojmë investitorët për atë që vërtet ka rëndësi. Një kompani nuk mund të jetë e suksesshme duke ndërtuar suksesin e saj mbi shfrytëzimin dhe përjashtimin e njerëzve të pambrojtur. Ne do ta bëjmë këtë në mënyrën e duhur dhe nëse disa investitorë nuk e pëlqejnë, ata janë të lirë të largohen. Çuditërisht, ose ndoshta jo, shumica e investitorëve nuk u larguan. Disa madje u treguan entuziast për iniciativat e reja, duke kuptuar se kishte një vlerë të madhe marke në të qenit një kompani vërtet e përgjegjshme shoqërore, jo vetëm në fushata marketingu boshe. Anisa gjithashtu kishte kaluar ndryshime të rëndësishme. Marrëdhënia e saj me baban, dikur e largët dhe plot hidhërime të pasgjidhura, tani ishte e një partneriteti dhe misie të vërtetë. Ata punonin së bashku në disa projekte sociale, duke kombinuar burimet financiare të Artanit me ekspertizën psikologjike dhe sociale të Anisës. Ajo madje e kishte bindur baban të financonte zgjerimin e ojqës ku punonte, duke u lejuar të ndihmonin 3 herë më shumë fëmijë. Dhe Genci, menaxheri i butik Eleganca?
Historia e tij gjithashtu kishte marrë një kthes të papritur. Pas konfrontimit me Artanin, ai vërtet kishte kaluar një trajnim intensiv mbi diversitetin, përfshirjen dhe empatin, i financuar nga kompania më e dyqanit. Por më shumë se kaq, diçka brenda tij kishte ndryshuar. Poshtërimi i të qenit i konfrontuar publikisht, i kombinuar me shembullin e Artanit se si të përdorësh privilegjin për të mirë, kishte mbjellë një farë. Genci filloi të vinte në dyshim qëndrimet dhe paragjykimet e tij. Kuptoi se kishte kaluar vite duke ndërtuar barriera, duke përjashtuar njerëz, duke gjykuar sipërfaqësisht gjithçka në emër të ruajtjes së një standardi që, tani e kuptonte, ishte mizor dhe i zbrazët. Ai dha dorëheqjen nga dyqani luksoz dhe, me ndihmën e Artanit që i dha një letër rekomandimi befasuese, gjeti një punë në një organizatë jo fitimprurëse që shpërndante rroba dhe produkte higjienike për njerëzit e pastre. Nuk ka të bëjë me një shpengim të lehtë, i tha Genci Artanit në një kafe, muaj më vonë. E di që nuk mund ta fshi atë që i bëra Elirës apo të gjithë njerëzve të tjerë që i kam trajtuar keq gjatë viteve. Por mund të përpiqem të bëj ndryshe tani e tutje. Mund të jem pjesë e zgjidhjes në vend që të jem pjesë e problemit. Artani e vlerësoi ndeshmërinë e atyre fjalëve. Edhe ai po mësonte se ndryshimi i vërtet nuk kishte të bënte me përsosmërinë, por me angazhimin e vazhdueshëm për të bërë më mirë. Ishte një pasdite shkurti, me diellin e fortë karakteristik të verës tiranase, që të gjithë humblodhen për një festë të veçantë. Elira po mbushte 6 vjeç dhe për herë të parë në jetë, ajo do të kishte një festë ditëlindjeje të vërtetë. Festa u mbajt në shtëpinë e re të Teto Fiqiretes, me oborin e zbukuruar me tullumbace me ngjyra dhe një tavolinë plot me ëmbëlsira, ushqime të kripura dhe një tortë të madhe me çokoladë, e preferuara e Elirës. Të pranishëm ishin Teto Fiqiretja, Luljeta me burrin dhe 2 fëmijët e saj, Artani dhe Anisa, Genci që ishte bërë një mik i papritur i familjes, mësuese Vjollca, Xhaferi nga kafeneja ku filloi gjithçka. Mirela shitësia guximtare që ishte promovuar dhe disa fqinj që gjithmonë e kishin ndihmuar Teto Fiqireten në kohë të vështira. Elira vishte një fustan të ri, roz siç kishte ëndërruar gjithmonë, dhe kishte një kuror princeshe në kokë që Anisa ja kishte blerë. Fytyra e saj shkëlqente nga lumturia e pastër ndërsa vraponte nëpër obor duke luajtur me fëmijët e tjerë, duke qeshur me zë të lartë, pa asnjë gjurmë të vajzës së frikësuar dhe të poshtëruar që Artani kishte gjetur muaj më parë. Në një moment të caktuar, Artani e gjeti veten vetëm për disa çaste, duke vëzhguar të gjithë skenën. Ai mendoi për burrin që ishte vetëm disa muaj më parë, i ftohtë, i largët, i motivuar vetëm nga fitimet dhe pushteti. Mendoj se si mund ta kishte injoruar lehtësisht Elirën atë ditë në dyqan, të ishte kthyer në dhomën e provës, të kishte vazhduar të provonte rroba, të kishte jetuar jetën e tij të privilegjeve pa pyetur asgjë. Një jetë e tërë, pëshpëriti ai me vete, mund të ndryshoj për shkak të një momenti të vetëm zgjedhjeje. Anisa u afrua dhe qëndroi pranë babait të saj. "A je mirë, babi?" pyeti ajo butësisht. Artani buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqertë dhe plot emocion. "Jam më shumë se mirë, Anisa. Jam i lumtur. Vërtet i lumtur. Për herë të parë pas vitesh, ndoshta dekadash, ndjej se jeta ime ka kuptim të vërtetë." Anisa përqafoi baban e saj. "E di që mami do të ishte shumë krenare për ty tani, apo jo?" Ajo gjithmonë thoshte se poshtë gjithë atij parsmoreje të biznesmenit të ashpër, ekzistonte një burr me një zemër të madhe. Ajo kishte të drejtë. Artani ndjeu lotët t'i digjnin syt kur dëgjoi përmendjen e dritës. Gruaja e tij gjithmonë ishte përpjekur t'i tregonte se kishte gjëra më të rëndësishme se parat, por ai kishte qenë tepër kokfort, tepër i verbër për të parë. "Do të doja që ajo të ishte këtu për ta parë këtë," tha ai me zë të mekur. "Ajo është," u përgjigj Anisa me siguri. "Në një farë mënyre, ajo është." Teto Fiqiretja ju afrua të dyve, duke çaluar lehtë, por me një buzëqeshje rrezatuese në fytyrë. "Zoti Artan, zonjusha Anisa, e jani me mua. Dua t'ju tregoj diçka." Ata e ndoqën brenda shtëpisë, ku Teto Fiqiretja i çoi në një altar të vogël që kishte ngritur në një cep të dhomës. Kishte foto të vjetra, qirinj, lule. Në qendër ishte fotoja e dritës që Artani i kishte dhënë, së bashku me fotot e njerëzve të tjerë që kishin ndëruar jetë. "Unë lutem për të çdo ditë," tha Teto Fiqiretja. "Për gruan tuaj, zoti Artan. E falenderoj atë që ka rritur një vajzë kaq të mrekullueshme sa Anisa dhe i kërkoj që të vazhdoj t'ju udhëheqë në këtë rrugë mirësie që keni zgjedhur të ndiqni." Artani nuk mundi t'i mbante lotët.
Ai ul në gjunjë para altarit dhe qau, duke çliruar vite të tëra dhimbje të shtypur, faji, pendimesh dhe më në fund pranimi. Anisa dhe Teto Fiqiretja qëndruan pranë tij, duke e mbështetur në heshtje. Kur ai u përmblodh, Teto Fiqiretja i mbajti fytyrën mes duarve të saj të kallojzuara. Ju jeni një njeri i mirë, zoti Artan. Gjithmonë keni qenë, vetëm ishit i humbur. Por Elira ju gjeti, ose ndoshta ju e gjetët atë dhe ju shpëtuat njëri tjetrin. Kjo është një mrekulli. Në atë moment, Elira hyri me vrap në shtëpi, duke kërkuar Artanin. Xhaxhi Artan, bërtiste ajo e emocionuar. Ky ishte nofka që ajo i kishte vënë, dhe ai emocionohej sa herë që e dëgjonte. Eja shiko, Xhaferi nga kafeneja ka sjell një tortë të madhe me qirinj. Duhet të këndosh shumë urime me mua. Artani fshiu lotët dhe buzëqeshi. Po vi, princesh. Ti meriton urimin më të madh që ka kënduar ndokush ndonjëherë. Ata u kthyen në obor ku të gjithë ishin mbledhur rreth tavolinës me tortën. Qirinjt u ndezën, 6 qirinj të vegjël plus një më i madh në qendër. Të gjithë filluan të këndonin shumë urime për ty, dhe Elira mbylli syt fort, duke bërë dëshirën e saj para se t'i frynte qirinjt me një frym të vetme. Më pas, ndërsa hanin tortë dhe bisedonin, dikush e pyeti Elirën se çfarë kishte dëshiruar. Vajza mendoi për një moment para se të përgjigjej me ndershmërinë karakteristike të fëmijëve. Dëshirova që të gjithë në botë të kishin një familje që i do, edhe nëse nuk është familje gjaku. Sepse Teto Fiqiretja më ka mësuar se familje është kush kujdeset për ne dhe për kë kujdesemi ne. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me emocion. Shumë nga të pranishmit fshin lotët në mënyrë diskrete. Ai fëmijë 6 vjeçar që ishte poshtëruar, refuzuar dhe harruar nga shoqëria, po u mësonte të gjithëve një mësim të thellë për dashurinë, përkatësinë dhe komunitetin. Artani shikoi përreth duke parë të gjithë ata njerëz që në një farë mënyre ishin prekur dhe transformuar nga Elira. Genci që kishte mësuar për empatinë. Mirela që kishte mësuar për guximin. Lulieta që kishte mësuar për faljen dhe ndershmërinë. Anisa që ishte rilidhur me baban e saj. Xhaferi që kishte mësuar se gjestet e vogla të mirësisë mund të kishin ndikime të pamatshme. Dhe ai vet, Artani, që kishte mësuar se suksesi i vërtet nuk matej me para, por me jetë të prekura, me ndryshime të bëra, me dashuri të ndarë. Kur festa po mbaronte dhe njerëzit filluan të largoheshin, Artani kërkoi vëmendjen e të gjithëve. Ai kishte diçka të rëndësishme për të thënë. Doja t'ju falenderoja të gjithëve që jeni këtu sot, filloi ai, zëri i tij i prerë por plot emocion. Kjo fest është për të festuar ditëlindjen e Elirës, por për mua është gjithashtu një fest transformimi. Disa muaj më parë, unë isha i vdekur për brenda, edhe pa e ditur. Kisha gjithçka që parat mund të blinin, por nuk kisha asgjë që vërtet kishte rëndësi. Dhe pastaj njoha një vajzë 5 vjeçare që vetëm donte të përdorte një tualet, dhe ajo ma ndryshoi plotësisht jetën. Ai bëri një pauzë, duke parë Elirën që e vëzhgonte me sytë e saj të mëdhenj dhe shprehës. Elira më mësoi se digniteti nuk ka çmim, se çdo qenie njerëzore meriton respekt, se gjestet e vogla të mirësisë mund ta ndryshojnë botën. Ajo më mësoi se duhej të zgjohesha, të ndaloja së shtiruri se nuk e shija vuajtjen përreth meje, të ndaloja së fshehuri pas privilegjit tim. Artani u kthye nga Teto Fiqiretja. Dhe kjo grua e jashtëzakonshme më mësoi për dashurinë e pakushtëzuar, për të dhënë edhe kur nuk ke asgjë, për dignitetin në vështirësi. Teto Fiqirete, ju jeni një nga njerëzit më të pasur që kam njohur ndonjëherë, jo në para, por në gjithçka që vërtet ka rëndësi. Më në fund, ai shikoi Anisën. Dhe vajza ime më mësoi se kur nuk është vonë për të rifilluar, për të rregulluar marrëdhëniet e prishura, për të qenë personi që vërtet dëshiron të jesh. Artani mori frym thellë para se të bënte njoftimin e tij. Për këtë arsye, kam vendosur të krijoj një fondacion. Do të quhet Fondacioni Elira, në nder të vajzës që ndryshoi gjithçka. Qëllimi është të sigurojmë që fëmijë të tjerë si Elira, familje të tjera si ajo e Teto Fiqiretes, të kenë akses në strehim të denjë, arsim cilësor, shëndet të përshtatshëm dhe, më e rëndësishmja, të trajtohen me respektin dhe dignitetin që çdo qenie njerëzore meriton. Anisa do të drejtoj fondacionin dhe unë do të dedikoj një pjesë të konsiderueshme të fitimeve të kompanive të mia për ta financuar atë përgjithmonë. Pati një moment heshtjeje të shokuar dhe pastaj duartrokitje entuziaste u dëgjuan në obor.
Elira, duke mos e kuptuar plotësisht se çfarë do të thoshte kjo, por duke ndjerë se ishte e rëndësishme, vrapoi te Artani dhe e përqafoi fort. Faleminderit, Xhaxhi Artan. Për gjithçka. Artani e përqafoi përsëri, duke ndjerë lotët t'i rridhnin lirshëm nëpër fytyrë. Jo, Elira. Faleminderit ty që më shpëtove kur as nuk e dija se kisha nevojë të shpëtohesha. Ndërsa dielli perëndonte mbi Tiranë duke e ngjyrosur qiellin me nuanca portokalli dhe roz, ai grup i larmishëm njerëzish qëndroi në obor, duke biseduar, duke qeshur, duke planifikuar të ardhmen. Ishin njerëz me origjina krejtësisht të ndryshme, që kur nuk do të ishin njohur në rrethana normale, por që tani ishin të bashkuar nga diçka më e fortë se çdo ndryshim social apo ekonomik, ishin të bashkuar nga dashuria. Qëllimi i përbashkët dhe besimi themelor se çdo jetë njerëzore ka vlerë të pamas. Muaj më vonë, Fondacioni Elira po funksiononte me kapacitet të plotë. Ata kishin ndihmuar më shumë se 100 familje të gjenin strehim të denjë, kishin regjistruar 200 fëmijë në shkolla, kishin ofruar trajtim mjekësor për 10 njerëz që nuk kishin akses në kujdesin shëndetësor bazë. Por më shumë se numra, ata kishin ndryshuar narrativa. Kishin treguar se ishte e mundur të përdorej pasuria dhe privilegji në një mënyrë që vërtet bënte ndryshim, jo përmes bamirësisë përbuzëse, por përmes fuqizimit të vërtet dhe respektit për dinjitetin njerëzor. Artani shpesh vizitonte familjet që fondacioni ndihmonte. Ai bënte çmos të njëjtë çdo histori, çdo fytyrë, çdo ëndër. Nuk ishte më një biznesmen i largët që bënte bamirësi nga larg. Ishte një qenie njerëzore e lidhur me qenie të tjera njerëzore, duke mësuar po aq sa mësonte, duke marrë po aq sa jepte. Elira vazhdoi të rritej, duke lulëzuar në mënyra që emociononin të gjithë ata që e njihnin. Ajo ishte një nga nxënëset më të mira të klasës së saj, ëndërronte të bëhej mësuese kur të rritej për të ndihmuar fëmijë të tjerë si ajo. Teto Fiqiretja, me shëndet të stabilizuar dhe zemër në paqe, thoshte se kishte jetuar mjaftueshëm për të parë mrekullit të ndodhnin. Lulieta, më në fund e sinqert për origjinën e saj, zbuloi se njerëzit që vërtet kishin rëndësi e respektonin më shumë, jo më pak, për udhëtimin e saj. Dhe Anisa gjeti në fondacion qëllimin që gjithmonë kishte kërkuar, duke kombinuar pasionin e saj për të ndihmuar njerëzit me burime që lejonin të bënte ndryshime reale dhe të qëndrueshme. Një vit pas asaj dite fatale në dyqan, Artani po mbante një leksion në një universitet mbi përgjegjësinë sociale të korporatave. Në fund, një student i ri ngriti dorën dhe pyeti: "Zoti Basha, a nuk keni frikë se praktikat tuaja humanitare do të ndikojnë negativisht në fitimet tuaja?" Artani buzëqeshi, duke kujtuar kohën kur ai vetë do ta kishte bërë të njëjtën pyetje. "E dini," u përgjigj ai, "ka pasur një kohë kur unë do ta matja suksesin ekskluzivisht me fitime. Por njoha një vajzë 5 vjeçare që më mësoi se suksesi i vërtet matet me ndikimin pozitiv që shkaktojmë në jetën e të tjerëve. Hotelet e mia vazhdojnë të jenë fitimpruese, ndoshta edhe më shumë se më parë sepse njerëzit duan të shoqërohen me kompani që bëjnë mirë. Por edhe nëse kjo do të ndikonte në fitime, unë nuk do të ndryshoja asgjë. Sepse më në fund kuptova se qëllimi i jetës nuk është të grumbullosh pasuri, por të përdorësh atë që kemi për ta bërë botën pak më të mirë për të gjithë." Atë natë, Artani u kthye në shtëpi dhe gjeti një mesazh nga Elira, tani 7 vjeçe dhe duke mësuar të shkruante mesazhe në celularin e thjeshtë që Anisa i kishte dhënë. Mesazhi thoshte: "Xhaxhi Artan, sot në shkollë i tregova historinë time klasës. Mësuesja tha se është e rëndësishme të tregosh histori shprese. Faleminderit që je pjesë e historisë sime të shpresës." Artani e lexoi dhe rilexoi atë mesazh, duke ndjerë zemrën t'i mbushej me mirënjohje. Ai u përgjigj: "Faleminderit ty, princesh, që je pjesë e historisë sime të transformimit. Ti më mësove se kur nuk është vonë për të zgjuar, për të parë, për të bërë ndryshim. Të dua shumë." Dhe ishte e vërtetë. Nga të gjitha arritjet e jetës së tij, nga të gjitha bizneset e suksesshme, nga të gjitha çmimet dhe njohjet, asgjë nuk krahasohej me dhuratën që Elira i kishte dhënë, shansin për t'u bërë përsëri njeri, për të ndjerë me të vërtetë. Për të qenë pjesë e diçkaje më të madhe se vetja. Historia që filloi me poshtërim dhe lot përfundoi me transformim dhe shpresë. Ajo dëshmoi se një moment i vetëm zgjedhjeje, një vendim i vetëm për të parë në vend që të injorosh, për të vepruar në vend që të mos bësh asgjë, mund të krijonte valë ndryshimi që arrinin shumë përtej asaj që kushto mund të imagjinonte. Elira, vajza që vetëm donte të përdorte një tualet, ishte bërë katalizatori i një revolucioni të heshtur të empatisë dhe humanizmit.
Dhe Artani, biznesmeni që kishte humbur shpirtin e tij rrugës për në maj, e kishte rigjetur atë në vendin më të pamundur, në sytë e një fëmije që shoqëria e kishte hedhur poshtë, por që refuzoi të ishte e padukshme. Në fund, nuk ishte Artani ai që shpëtoi Elirën. Ishte Elira ajo që shpëtoi Artanin. Dhe së bashku, ata dëshmuan se kur zgjedhim të shohim humanizmin tek njëri tjetri, kur vendosim se dinjiteti është një e drejtë universale dhe jo një privilegj, kur përdorim burimet dhe pozicionet tona jo për të ngritur mbi të tjerët, por për të ngritur të tjerët me ne mund të krijojmë transformime që jehojnë përgjithmonë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elirës, Artanit dhe Teto Fiqiretes t'ju ketë prekur thellësisht zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim transformimi, për ulësie dhe dashurie, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Ishte konfrontimi i Artanit në dyqan? Ribashkimi i Teto Fiqiretes me vajzën e saj? Apo ndoshta mençuria e pastër e Elirës që u mësoi mësime të mëdha të gjithë të rriturve përreth saj? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive dhe të vërteta si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe më të bukur të shpirtit njerëzor, duke treguar se gjestet e vogla mund të krijojnë transformime të mëdha. Ndajeni këtë histori me dikë që ka nevojë t'i kujtohet fuqia e empatisë dhe mirësisë. Ju presim në episodin e ardhshëm, me më shumë histori që do t'ju prekin zemrën dhe do t'ju bëjnë të reflektoni për atë që vërtet ka rëndësi në jetë. Deri atëherë.